Veç po e kënaqin veten. Udhëheqësit serb që publikuan platformën për Kosovën mund të dëshirojnë shumë, por nuk do të marrin gjë. Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë. Ndaj mund të themi lirës se ai projekt do të mbetet në sirtarët e dëshirave të Beogradit, siç kanë qenë të dështuara të gjitha projektet. Bile kryeministri Thaçi kthehet në histori e i përmend shumë udhëheqës serb që patën plane të këtilla. Ilia Garashanini, për të vazhduar pastaj tek planet e Karagjorgjeviçit, Pashiqit, luftrave ballkanike, planet diellëzore të Pashiqit dhe Ivan Driqit për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova në Anadol dhe Gjetiv, komunistët Jugoslav, Çubriloviçi, Aleksandar Rankoviçi. Zë vendes kryeministri Heredin Kuqi tha se Kosova e ka platformën e vet për bisedime, ndërsa pala serbe e ka dëmtuar procesin e dialogut dhe në veçanti e ka sfiduar ndërmjetësuesen Catherine Ashton. Ndërsa duke e cilësuar platformën e Serbisë si përzierjen e punën e brendshme të Kosovës, Kuqi ka thënë se është njëjtë sikur Kosova të paraqes një platformë për Preshevë, Bujanovce, Medvegjë.